Deti ka avancuar ndjeshëm duke dëmtuar një pjesë të mirë të zonës në pyllin e Sodës, ku siç shihet në pamje janë rrëzuar me 10 pisha. Pylli i Sodës, që njihet si mushkria e qytetit të Vlorës, prej vitesh është lënë në degradim, kudo gjen pisha të prera dhe të thara, ndërsa ende nuk ka një plan për pyllëzimin me pemë të reja. E pas gjithë këtij degradimi ka filluar edhe erozioni nga deti gjithnjë e më shumë dhe po përparon drejt tokës. Deti po futet gjithnjë dhe më thellë drejt tokës në zonën e pyllit të Sodës dhe ky është një fenomen i ndryshimeve klimatike. Erozioni glabëron vazhdimisht plazhet me rërë të Shqipërisë. Në pyllin e Sodës ky fenomen po përsëritet vazhdimisht dhe po kthehet në një shqetësim, pasi kërcënon sipërfaqet bregdetare nga zona e plazhit të vjetër e deri tek porti i peshkimit. Kujdesi ndaj mjedisit dhe mbjellja e pemëve të reja mbeten mënyra e vetme për të zbutur kërcënimin e erozionit. Nisma për mbjelljen e pemëve kanë qenë sporadike dhe autoritetet shtetërore kanë për detyrë të kujdesen për mjedisin dhe duhet të marrin masa për të frenuar dëmet në pyllin e Sodës. Deti ka avancuar ndjeshëm duke dëmtuar një pjesë të mirë të pyllit të Sodës, ku siç shihet në pamje janë rrëzuar me 10 pisha. Përveç dëmtimit të pyjeve, pylli i Sodës është i mbushur edhe me mbeturina. Moti i përkeqësuar i ditëve të fundit kanë nxjerrë në breg mbeturinat që në fakt hidhen në rrjetin e kanalizimeve dhe më pas vijojnë të përfundojnë në det.